Nga 12 stane, ka ngelur vetëm 4 stane në Badlojnë. Edhe kjo familje nuk dihet nëse do e mbaj baktin, sepse ka 34 vite këtu me stan dhe e ka të pamundur të marri një leje për ta rregulluar stanin. Ndërkohë që ne shohim që bëhen ndërtime pafund, unë jam kundra ndërtimeve natyrisht, por që ta mbash këtë familje të mrekullueshme që ka kopen më të madhe të deleve dhe është për të përgëzuar, sepse këta janë heronjt e këtyre vendeve. Këta nuk kanë asnjë lloj ndihme, se nuk din të plotësojnë letrat, nuk din të bëjnë projekte, deri më sot, edhe pse e kanë në breza të trashëguar blegtorin, nuk kanë marrë asnjë lloj ndihme, e vetmja gjë që kërkojnë është që të punojnë, t'i lënë të punojnë. Çfarë do thonë t'i lënë të punojnë? Ti jepet një leje vogël për të ngritur një vend aty ku mund të pushojnë, sepse puna e tyre fillon në orën 4 të mëngjesit dhe përfundon në orën 8 të darkës. Rruga dikur e Baktis ishte që kalonte për 10 minuta lart atje. Tani kanë bllokuar dhe rrugën, sepse i ka dalë i zoti i tokës. Vetëm për blegtorët nuk bëhet asgjë, nuk vjen dikush t'i pyesi çfarë hallesh kanë dhe themi ne pse është paksuar Baktia kudo nëpër Shqipëri. Këta njerëz që janë të fundit e mojkanëve, kështu ka vënë heronjtë e Shqipërisë, duhet të takohen dhe të ndihmohen, se këta paguajnë dhe taksa, mbi të gjitha. Problemi nuk është më brezi i vjetër, se këta ikën që ikën, por të shohësh një brez të ri, janë vetëm 30 vjeç dhe merren me këtë punë, dhe në zonën e Përmetit ka edhe çifte të tjera të reja, madje ka dhe vajza shumë të reja, kam një çobanesh 18 vjeç, me këta ç'do bëhet, këta duhet të ndihmohen. Shkojnë në mal gjithë verën dhe e dini që në mal nuk ka lera, janë lera që në kohën e komunizmit dhe nuk janë rregulluar asnjëherë, çfarë munden këta bëjnë, e marrin ujin me kova, me bidona që të pi Baktia lart në mal. Pra gjendja është katastrofike dhe do vi një kohë që jo që s'do ketë qumësh, po do keni vetëm qumësh pluhur, qumësh industrial.